hap në tutje në kuvendin për arbitraritetit Albin Kurtit. Si që parajmërova edhe në konferencën e mëhershme pas takimit, nuk ka ndryshim të qëndrimit blokus nga ona lëvizjes vetëvenduese. Por më keq, ata sot shkuan edhe bënën shkeljet hapën kushtetuese. Me ftun votim të msheft në kohën kur ka fillu votimi tashmë dhe ka dështu sa herë, është absolutisht e palegjshme dhe jo kushtetuese. Po e përcëres që po m'vjen keq në çfarë situate po e vendosin Avni Deharin vetëm për shkak të moshës së tij, është një keqpërdërim absolut i një deputeti të Kuvendit të Kosovës, gjë që m'vjen keq që po e pranon këtë rol, po kjo është pak e rëndësishme në raport me arbitraritetin e lëvizjes vetëvenduese që më të rëndësishme po e konsideron Albulena Haxhiun se so Kuvendin e Qeverinë e Republikës Kosovës. Qytetarët i ftoj me mendu që të unë. A janë më të rëndësishëm ata që i kanë votu këta njerëz, a është Albulena Haxhiu? Sepse nëse është Albulena më e rëndësishme, atëherë ne diçka s'po dim. Nuk guxon me u keqpërdorur në këtë formë Kuvendi i Kosovës. Është vërtet e turpshme, është e pahishme, është fyese ndaj qytetarëve që e kanë votuar secilin prej deputetëve këtu, por po duket që zoti Kurti duke mos i pas numrat për me u bë kryeministër, ka vendos me vazhdu talljen edhe me kandidatën Haxhiu, po fatkeqësisht edhe me krejt qytetarët e Kosovës. Besoj që shihemi pas nesër. Urdhën? Po ju thashën po nuk bëhet kjo punë. Nuk mundet me ndodh. Ka kuptim votimi msheft kur janë dy kandidat. Kur janë dy kandidat, ka një par kuptimi. Ai mundesh me thonë kjo saj, po në këtë rast nuk vlen, sepse është vetëm një kandidatë, duhet me qenë një, duhet me propozu partia e parë. Po frika e këtyne, po besoj me u bë hor, se këta duhet me kuptu që janë ka bëhen hor. Po më mërmene është duke i shti në avantura jo kushtetuese të përçudnuara. Cili është arsyetimi i Kurtit pse me vazhdim me votim të mshefur? S'ka në arsyetëm, ta veç janë domethënë duke gjetë duke ka ndaj vot që nuk do të jetë publike e... Po jo, bës që është një 55 vota i kanë. As 57 që i kanë pas më herët s'po mrin me i boj. I kanë 55. Nuk ka lënë Albulena Haxhiu. Këto e din zoti Kurti. Unë e besoj që din se cili deputet i Kuvendit të Kosovës, çdo qytetar tashmë, çdo votues i vetëvenduesës. Nëse se din çfarë ju thonë ne, nuk ka lënë Albulena Haxhiu. Pik. Nëse dëshiron me mojt bllokum shtetin, për shkak të Albulenës dhe na shpjegon çfarë burgji ka. Ama qytetarët nuk i kanë borxh Albin Kurtit për me mojt bllokum vendin se u tek me buni shoqet i